Sa për shembull mundet me fitu një tiktoker në Kosovë? Me 2-0 mas shifrës, për vete po flas. Në luks po nësh me përjetu veç për TikTok-u. Kam shumë kontakt në njerë se jam shumë lafatore. Sa është profitabile si punë? Se për me në disodit mujna me qujt ta mën punën e TikTok-ut. Se ka njerë që për shembull e kanë loni punë që janë konto e bo dhe kanë fillu mu mirë me TikTok. Po. E di që shumë njerë si t'ja nisin me u mirë me TikTok, e lojnë punën që e kanë, do me thonë parsore. Une nuk i kisha bo që të sem, për shkak se TikTok-u është një aplikacion, po jo që gjithmonë ka me konë enë, se do me thonë mas çdo vjetë po del diçka e re. Pa marrë parasysh edhe nëse po del diçka e re, pra po dhez në aplikacionin tjetër, po që une nuk kisha, s'jam tipi që merrna veç me reklam edhe rritën ditën shtrit, apo kupton. Nuk e du që atë sen, une kam qef me konë sa ma shumë aktive edhe në kontakt me njerës, do me thonë në ditë e kam shumë kontakt me njerës se jam shumë lafatore. Dhe në kam qef me folë me bo laf shumë e njerës, edhe nuk kam pëlqen shumë qaja puna që si kifi tem do me thonë prej TikTok-ut me unal, prej punës që aktuali që e dënë. Sa për shembull mundet me fitu një tiktoker në Kosovë? Nëse nuk e kish bu, për shembull se kish pas vish TikTok, po mëna e kish pas vish TikTok, se u lidha dhënë se janë nise me kesh më hupe, nuk e disha shkam ka du me thonë. Për shembull nëse e lem punën edhe vazhdojnë më mirë vish me TikTok, a mundet me adal me jetu vish me punën prej TikTok-ut? Do me thonë prej bashkëpunimeve, reklamave, kështu më radhë. Nuk po të pyeti ty sa mundesh me fitu, po kështu në përgjithësi. Në përgjithësi fitojnë. Nëse je që i bën bashkëpunime tamam qysh duhet dhe din me i menaxhu. Se ka dikush që i bën bashkëpunimet jo me menaxhim qysh duhet, po nëse din me i menaxhu, është kogja fitim prursa. Dhe me thonë një luks po nësh me përjetu veç për TikTok-ut. Okej, do me thonë një rrugë e mirë për i bjen që po del ka. Po del. Edhe për TikTok-ut. Po. Shifrat, jo me shifra kështu tamo, po me sa zero për mas mundet me fitu një njeri veç prej TikTok-ut. Qysh po menën, mujt, ose prej një videos. Okej, ose prej një videos, ose edhe në mujt. Prej një videos me 2-0 mas shifrës, për vete po flas. Në mujt, nuk po di mvaret prej mujt që ka qysh tek. A ka mujt, do me thonë dallën, ka mujt që paguhet ma shumë, ka mujt që paguhet ma pak. Dallën, po. Dallën. Sidomos kur jam për shembull do muj që e ka naj fest, ka për shembull brende që i lshojnë do aksione tyne edhe kanë qef me promovu një produkt, edhe qatë ko dhezin do me thonë videot, se këqyrin ma shumë njerës. Në qatë ko, kur të bëhet bashkëpunimi dhez, edhe nëse mas një kohë për shembull nuk është një fest ose nuk është që kanë shumë aksionet ndryshme, nuk e bojnë promocionin. A ka najkuj që Sara i ka thonë jo, për shembull me bo dikuj në reklamës dhe me pas një bashkëpunim, a të ka ndodhë në herë mos më përshtat me dikan për diçka? Po, ka. Nështë ka naj brand që veç kur e kom pa nuk është që mu ka përshtat shumë me audiencën tem, se qka bëj unë në TikTok, edhe i kom thonë jo, po ka edhe naj brand që kena pas mos marrëveshje dhe këm shkoput. Për shembull, çka mundet më koni diçka një mos marrëveshje që Sara më thonë jo, se kështu shumë dukesh patësore, diçka shumë dukesh e qetë, shumë pozitive, që nuk ta marrënja që ti mundesh të thotë dikujt na jo. Zakon, po është e vërtetë se janë shumë të rralla, domethënë çato raste, prej 100% shet veç 10% më i më thonë jo. 90% jam po. Ka një rast kur e bëj një video edhe nështë e japi maksimumin tam, biznesi nuk është shumë i kënaqur, i them rregull, është mundet me ndërprej do me thonë bashkëpunime. Do me thonë, ka edhe raste tilla që mundën me ndodhë. Po. Si punë, do me thonë, e di që paragjykohet ti për shumë, e thash edhe ma herët. Sa të pengon që kësan, ose e menon vetën e herë vesh milion kështu, dhe me thonë, s'po du mu merë me që të sa. Traj nëse të thëmë që se ka menu, se s'ka njëre, dhe me thonë që ja nis me TikTok edhe që ata të s'po du më bëllë, se të bëhet në i herë, adin shumë më në tajnë. Po, këthejna me një herë, jem shumë të pikëthyshëm, dhe më thoi, i bipi shman qa folje, jem e këthyshme edhe kom vazhdu prap me TikTok, po për momentin jo, një herë që shto kom e vazhdu, e nështë ta mas një kohë si dhja.